Katastrofat natyrore, shpërthimet vulkanike. Çfarë janë vulkanet? Vulkanet janë hapje në sipërfaqen e tokës nga ku dalin magma, gazra dhe hy vulkanik nga brendësia e tokës. Kur presioni i magmës brenda tokës bëhet shumë i madh, ajo del në sipërfaqe përmes vulkanit dhe shkakton shpërthim vulkanik. Ku ndodhen shumica e vulkaneve? Shumica e vulkaneve ndodhen në kufit e pllakave tektonike, ku pllakat e tokës lëvizin dhe përplasen. Zona me më shumë vulkane në botë quhet Pacific Ring of Fire. Cilat janë llojet e vulkaneve? Vulkanet i ndajmë në vulkane të fjetur, vulkane aktiv, vulkane të shuara. Cilat janë pasojat e shpërthimeve vulkanike? 1. Shkatërimi i ndërtesave dhe qyteteve. Lava që del nga vulkani është shumë e nxehtë dhe mund të shkatërrojë shtëpi, rrugë dhe qytete të tëra. Shpërthimi i Mount Vesuvius që në vitin 79 pas Krishtit shkatërroi qytetin e Pompei. 2. Hiri vulkanik në ajër. Shpërthimet lëshojnë shumë hy që mund të përhapet në ajër dhe të shkaktoj probleme për frymëmarrjen dhe për transportin ajror. 3. Ndryshime në mjedis dhe klim. Gazrat dhe hiri që dalin nga vulkani mund të ndikojnë në temperaturën dhe klimën e zonës. Çfarë dëmesh sjellin shpërthimet vulkanike? 1. Shkatërimi i tokave pjellore. Gjatë një shpërthimi vulkanik, hiri dhe lava mbulojnë tokat bujqësore dhe shkatërrojnë të korrat. Kjo i bën tokat të papërdorshme për një periudhë kohe dhe shkakton humbje të mëdha për fermerët. Megjithatë, pas shumë vitesh, hiri vulkanik mund ta bëjë tokën më pjellore, sepse përmban minerale të dobishme. 2. Humbje njerëzore dhe ekonomike. Vulkanet shkaktojnë humbje të mëdha njerëzore dhe ekonomike, duke shkatëruar jetë, shtëpi dhe infrastrukturë, ndërsa rikuperimi kërkon vite të tëra. 3. Ndryshimi i peizazhit. Shpërthimet vulkanike mund të ndryshojnë plotësisht pamjen e tokës. Lava dhe hiri mbulojnë zonat ekzistuese dhe krijojnë forma të reja si male, ishuj apo fusha të zeza me gur. Në disa raste, vende të tëra zhduken, ndërsa në raste të tjera krijohet tokë e re. 4. Ndotja e ujit. Gjatë shpërthimeve vulkanike, hiri dhe gazrat helmues përzihen me ujin në lumenj, liqene dhe burime të pishëm. Kjo e bën ujin të ndotur dhe të rrezikshëm për konsum. Si përfundim, vulkanet janë ndër katastrofat natyrore më të fuqishme dhe të paparashikueshme. Ato mund të shkaktojnë humbje jete, shkatërim të shtëpive, ndotje të ujit, zhvendosje të popullsisë dhe ndryshime dramatike në peizazh. Por, natyra gjithashtu ka forcën e saj krijuese. Duke kuptuar rreziqet dhe duke u përgatitur, njerëzit mund të zvogëlojnë dëmet dhe të mbrojnë jetën dhe mjedisin e tyre.